Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 27 deri më datën 3 maj 2026. Kemi të bëjmë me një ndikim mjaft mirë, një ndikim shumë pozitiv për sa përket kësaj jave, ku na mëson shumë gjëra. Na mëson të lidhim, të ndikojmë, të shikojmë në lidhje me punën tonë. Të shikojmë në lidhje me çfarë kemi bërë deri më tani. Koha dhe momenti, periudha që ndodhin fenomenet. Është një ndikim shumë i mirë kësaj jave, ku do shikojmë shumë gjëra të realizohen, fal ndikimeve planetare. Le të hedhim një sy kësaj jave, çfarë na ofron në fusha të ndryshme të jetës, dhe çfarë duhet bëjmë kujdes dhe ku neve duhet jemi korrekt me veten tonë në atë parë, pastaj me të tjerët. Kemi ndikimin e datës 27. E fillojmë javën. Javë të mbarë, ditë të mbarë ju uroj dhe ka për qenë data 27. Ja ku kemi një tjetër ndryshim planetar shumë i rëndësishëm. Urani kalon në shenjën e binjakëve, ku është një ndryshim i madh në përgjithësi, në nivel individual. Dhe jo vetëm kaq, por kjo do të thotë ndikime të papritura, ndryshime në komunikim, teknologji, udhëtime, informacione dhe të menduarit. Me hënën e virgjëresh, dita ndikohet shumë dhe është një ndikim mjaft i madh sepse Urani thotë duhet të shohim gjëra të reja. Është një ditë ripërtëritje, por dhe përpiqemi të jemi sa më korrekt gjithçka neve mësojmë. Është ditë e përshtatshme për çështje të perspektiva të reja, ripërtëritje në teknologji, gjëra të mëdha që do të kemi, mundësi të arta që vinë drejt nesh. Është periudha dhe koha më ideale që ndonjëherë në çështjet që lidhen me anën e komunikimit të punës tonë, të ndryshimit të madh që vjen, mënyra dhe mundësia dhe koha e duhur për shtatshmërisë. Kemi të bëjmë shumë sepse do të kemi disa ndikime shumë të mëdha sepse në lidhje me këtë periudhë do të kemi një përballje me disa ndryshime të papritura. Për disa mund mos na pëlqejnë, por është vetë koha e tillë që kërkohet kujdes në këtë drejtim. Por gjithsesi, është një periudhë mjaft e mirë dhe është stabilizuese për gjëra që do të ndikojnë, gjëra që do të rregulloheni në fushën tuaj të jetës dhe të vazhdimësisë. Kemi të bëjmë gjithashtu me një çështje madhore, që mund të marrim disa informacione se disa lajme shumë të rëndësishme për punën tonë dhe për ndryshimin. Por neve duhet të shikojmë nga informacioni. Nga është ky burim informacioni që neve ose do na jepet një mundësi për të bërë një ndryshim pune, për të nisur diçka të re, për të arritur diçka që neve e kërkojmë me insistim dhe duan që neve ta bëjmë, dhe të gjitha këto përbëjnë shumë gjëra, shumë çështje që neve në Iran kërkojnë zgjidhje në lidhje me disa ndikime shumë të mëdha në pozicionimin e planeteve dhe të kohës dhe të përshtatshmërisë. Kemi datën 28. Virgjëresha vazhdon të jetë praktike në lidhje me ndryshimet e mëdha sepse tani për tani fillon të kemi mundësinë të sjellim në lajme të papritura ndryshime plani ose nevojë për të përshtatur. Është një ditë e mirë për përmirësime praktike, korrigjime, zgjidhje, çështje pune, karriere dhe çështje rezultate perfekte. Një ditë e përshtatshme për sa përket punës tonë dhe takimeve që mund të bëjmë. Data 28 është mjaft e mirë sepse duke pasur parasysh këndet që bëjnë planetet dhe ndikimi që jepet në këtë aspekt, ku kemi një moment mjaft të mirë në lidhje me ndikimin dhe mundësinë e artë që vjen drejt nesh, prandaj do të pasur dhe kohën e duhur për të parë se çfarë do të bëjmë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin, pra kërkohet shumë kujdes në këtë datë. Dhe kjo është me të vërtetë një ndikim që neve e presim me padurim për të stabilizuar dhe për të arritur në finish në atë që neve kërkojmë. Kemi datën 29, ku ndikimi i hënës në peshore do të thotë ndikime shumë të mëdha dhe klima kthehet në ekuilibër dhe bashkëpunime, marrëdhënie, jo vetëm kaq, por dhe ana ekonomike. Do të thotë që pasi ndikimi më i madh se ka qenë hëna në virgjëresh dhe ka dhënë ato gjërat përkatëse, duket se kontaktet dhe mundësitë të arta që keni tani tutje është koha më e mirë e mundshme. Me diellin në dem është qëndrueshmëria, dita që mund të jetë shumë e dobishme për marrëveshje të rëndësishme, lidhje me kompromise të ndryshme, me shoqëri me ndryshime të mëdha, ditë e përshtatshme për marrëdhënie pune, kontrata të rëndësishme, por ndryshime të mëdha që vinë tani e tutje do t'i keni mundësitë, sepse është një moment të mjaft
ndikues, korrigjues, mundësi, art në çdo aspekt të jetës. Prandaj bini pas mos anini pas dorës sepse vjen një moment kyç në lidhje me anën ekonomike financiare, por edhe ndryshimet e tjera që lidhen gradualisht në anën tona në momentin e duhur kur neve kemi mundësinë dhe zgjidhjen. Kemi datën 30, një muaj që mbyllet me një hënë në peshore, ku dielli në dem, Afrodita në binjak, Urani tani që ka filluar tek binjakët, mesazhi i fundit të muajit është i qartë. Ruaj vlerat dhe bazën tënde të shëndetshme. Mendo ndryshe, fol ndryshe, hap mendimet dhe mendimin tuaj, mendimi juaj vlen, mënyra se si juve i ofroni gjërat e tjera. Mos keni frikë nga ndryshimet. Është një ditë për të vlerësuar e fundit të muajit dhe ndikime më të mëdha. Të japim mundësinë dhe të shohim çfarë duhet të bëjmë, çfarë mësuam nga muaji që lan pas dhe çfarë vjen për muajin maj dhe çfarë do të kemi tani tutje. Është një kohë mjaft e mirë. Është një kohë që vërtet në vite të bëjmë një hap shumë të rëndësishëm për të ardhmen tonë. Është ditë e përshtatshme përfundime për bërje bilanci dhe rifillime, ridizajnime të gjërave të mëdha që neve kemi. Por ajo që është më e madhja dhe më ideale dhe më ndikuesja që ka të bëjnë përsa për kësaj dite është momenti, mundësia e artë në vazhdimsi. Kemi datën 1, muaj të mbar, ditë të mbar, çdo gjë të mbar dhe ka për të qenë se s'bën, sepse kemi të bëjmë data 1 maj. Kemi hënën e plot në shenjën e akrepit, hëna e luleve, ku na ndihmon, na jep mundësi, na jep kohën, na jep ndryshimin e madh që vjen drejt gjërave të mëdha që neve kemi, por edhe gjëra të ndryshme që do të kemi tani e tutje. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi takimet, bisedimet, ndryshimet e mëdha që neve do të kemi tani e tutje, dhe kjo është një nga mundësitë më të arta që vinë drejt nesh. Prandaj kemi kohën tonë, kemi ndryshimet shumë të mëdha, duke pasur parasysh kjo hënë e luleve do na ndihmojnë jashtë mase për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur për gjëra shumë të mëdha dhe kohën në lidhje me punën tonë, në lidhje me vazhdimsinë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse kemi të bëjmë edhe me çështjet ekonomike financiare, kemi të bëjmë me ndryshime të mëdha që vinë, prandaj kemi dhe mundësinë. Kemi datën 2. Data 2 do të thotë përkushtime, do të thotë mundësi dhe gjërat, projektet tona që ka të bëjnë shumë me anën e financave, të biznesit dhe ajo çka neve presni për të realizuar. Fundjava dhe datës 3 ka një ndikim mjaft të mirë sepse lidhet edhe me çështjet madhore financiare, por meqenëse ditë e diel është një ditë mjaft kontribuese, do ta marrim atë që neve e presim dhe kërkojmë, por gjithashtu është kjo periudhë mjaft e mirë sepse stabilizon ekonominë, merret me ndryshime të mëdha në fusha nga më të ndryshmet të qenë ndonjëherë, edhe pse neve lidhim me punën, lidhim me karrierën, lidhim me ndryshime të njëpasnjëshme, por kjo periudhë është e jona dhe na përket për 1000 arsye për ekonominë dhe për ndryshimin e madh që do të kemi tani tutje. Prandaj meqense jemi në një har kohor të kësaj jave, ku do na mësojë dhe në muajin që sapo do futemi në muajin maj, ku shumë ndryshime do të kemi, por njëkohësisht mos harrojmë, sepse jemi në një kënd kaq të mirë, po ta kuptojmë, sepse kemi nga njëra anë kemi Afrodita deri me datën 19 maj, që është në shenjën e binjakëve. Kemi Uranin që është në shenjën e binjakëve, ku do mësojmë shumë gjëra mbi shkencën, mbi mjekësinë, mbi aktivitetet të ndryshme që do të bëjmë. Do na jepet mundësia që neve të bëjmë punë të mira në lidhje me jetën e përditshmërinë tonë. Dashuria e munguar, kemi një mundësi të artë mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vinë drejt nesh, ose ka diçka shumë të madhe përsa përket arsyes së punës tonë, por edhe një ndryshim shumë të madh që juve mësoni, drejtoni, rregulloni. Dhe është një rregull mjaft ndikues përsa përket kësaj jave. Është java e mundësive të mëdha. Është java e korrigjimeve të gabimeve të së shkuarës, në role drejtuese, në fushën e drejtësisë të mundësisë, në lidhje me jetën për dëshmërinë tonë. Përse ne kemi pasur disa tani nuk mund të themi që kush është fajtori apo të gjejnë fajtorin se çfarë ka ndodhur në kohën më përpara. Gjithmonë çdo gjë falet dhe çdo gjë arrihet diçka e re mbi anën tonë, e re në anën që ne kërkojmë dhe rrezatojmë në fusha të ndryshme. Por megjithatë, kjo është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në ato që bëjmë.
kohën, ajo që do të përcaktohet pikërisht në këtë javë, është java shumë e rëndësishme, ku maj është tani në këtë javë, është për një përmbledhje e përgjithshme që do të thotë ndikim pune, do rezultoni shumë dhe kush mund të jetë më ndikues dhe më pozitiv në këtë drejtim. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, janë shenjat e ajrit që kanë marrë stafetën dhe përfitojnë një shmasër, siç janë binjakët të 10 diçit të parë, të 30 diçit tënë, po i pari një herë nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për arsye se kanë pasur shumë çështje të rëna pezull me padrejtësi që janë bërë binjakëve, por gjithashtu edhe peshoreve në anën tjetër, sepse shumë kanë bërë dhe pak kanë marrë. Ka një mundësi të ardhë sepse ndryshimi më i madh që bëhet në anën tjetër, por dhe gjithashtu ka dhe ndryshim shumë të mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet të tjera që do vinë tani e tutje, por është e koha dhe çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë dhe me ndryshimin e madh që vin drejt jush. Por mos harrojmë, sepse një nga momentet më të arta që ka të bëjnë janë ujorët. Ujorët të 10 diçit të tretë, por unë do thosha të 30 diçit, janë një moment mjaft të mirë dhe shumë pozitiv për anën ekonomike financiare, për biznesin, për ndryshimin e madh që ata kanë. Pra të tre këto shenjat kanë ndikimin më të mirë dhe më të artë të që ndonjëherë në këto fusha, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, se do më kujtoni. Tani, para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, çfarë ndryshon në këto 12 shenja dhe ku duhet bëjmë kujdes dhe ku duhet të përshpejtojmë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atë ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar emailin tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh në pyetje përgjigje, kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. E keni parë dhe vetë, sepse në këtë drejtim jemi korrekt, sepse jeni ju. Pra jam unë që juve më ndiqni në çdo dritare që unë dal mbi parashikimet që unë them apo ofroj. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e komunikimit dhe shenjën që jep mundësinë dhe zemërgjërsinë, që do thotë shenja e dashit. Për sa përket dashit, duket se dashi ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me takimet, lidhje me punën dhe kohën e duhur mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit dhe të ekonomisë. Gjithashtu, është një mundësi shumë e mirë mbi punën aktuale që ta kanë. Por, meqense se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën dhe kjo do të thotë që e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur. 10 diçi i dytë është mjaft indikuar në lidhje me një takim që ka të bëjnë tani, është takim pune, por nga mesjava do shikojnë që gjërat të ndodhin dhe është momenti më i artë. Miqtë e mi të dashur, mos i lini pas dore, sepse kemi një javë kaq të rëndësishme, po ta kuptoni se sa vlerë ka, atëherë do thoshim vërtet Jorgo ke një të drejtë madhe, por sa është mundësia të rregullojmë gjërat. Jeni çka të bëjnë me jashtë për shembull, ose me çështje që lidhen me anën e biznesit dhe të ekonomisë. Keni mundësinë e artë për gjëra të mëdha që do të ndryshoni, do të keni mundësinë për zgjidhur problemin, për zgjidhur në kohë e dur për gjithçka intereson dhe gjithçka të keni dhe dëshironi. Është momenti, është periudha më e mirë sepse nga njëra anë na ndihmon në për jetën tonë dhe privatësinë, për shembull, që neve kemi, duhet ta rregullojmë e stabilizojmë, kemi diçka shumë të madhe për sa përket punës aktuale. Lidhje me punën ka një mundësi shumë të mirë tani, sepse dashi vërtet ndikohet shumë ose ka diçka shumë të madhe, një sekret shumë të madh, sepse një ofertë që do t'ju bëhet miqtë e mi të kësaj shenje, mirë është për të 30 diçet, mos jo s'ta mbani sekret sepse nuk e di unë çfarë mund të bëni, po mos u ekspozoni. Por gjërat janë në fazën fillestare dhe është diçka shumë pozitive. Ju takon, ju e keni një të drejtë të madhe. Kjo drejtësi do t'ju bëjë që të ndjeni mirë, të ndjeni korrekt me veten tuaj, të ndjeni korrekt me njerëzit e juaj. Dhe kjo është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë.
një periudhë shumë e mirë dhe pozitive dhe është e rëndësishme për takime pune, e rëndësishme për atë që bëhet dhe gjërat konkrete që ve keni dhe momenti i artë që vjen tani tutje. Megjithatë, edhe pse jeni pak në dilemë për çështjet e punës, sepse sa do t'i zgjidhni ose çfarë do të bëni, unë do thosha që është momenti juaj tani, është një periudhë shumë e mirë pozitive në ekonomi. Për juve të dhjetit të dytë të shenjës të dashit, duket se ju keni në diasporë ose do të bëhet një blerje për një pasuri paluajtshme, një shtëpi ose keni dokumenta për të aplikuar. Është pikërisht kjo javë, është java e ndikimeve të mëdha e përshpejtimeve, mos të lini asnjë sekond pa shfrytzuar për një arsye, sepse është një javë që ndihmon shumë dhe futemi në muajin e ndikimeve, në muajin e luleve, në muajin e fundit pranveror, prandaj duhet pasur shumë kujdes në gjërat që duhet të bëjmë, sepse kjo periudhë që ka një ndikim mjaft të madh në vazhdimsi, sepse keni pasur shumë çështje problematike, keni pasur shumë gjëra të lëna pezull dhe të pa rregulluar më përpara, por vjen një moment që është mjaft ndikues, mjaft rrezatues në atë që bëhet, por dhe një nga mundësitë më të mira që ka të bëjnë tani tutje, prandaj është e koha juaj, prandaj është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues për sa i përket jetës së vazhdimësisë, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni, asaj çka ju doni të përçoni. Gjithashtu, meqense një nga periudhat më të mira që duket se i keni nga njëherë mund të flasim sepse flitet nga njëherë në botën e padukshme, sepse ndryshe e keni, ndryshe e veproni, por të 30 diçet kanë mundësinë e artë në fushën e dashurisë së munguar, sidomos lidhjet afatgjat. 10 ditë që i parë që ka një njohje ose lidhje me peshore, duhet me mos të gjejë një mënyrë ose një mundësi, sepse është lidhje shumë pozitive dhe tepër vendimtare. Kemi ndikimin me britësjap të 10 ditë të dytë ku gjërat janë në favor, jo disfavor për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës dhe keni mundësinë. Kemi gafore të 10 ditë të tretë, të gjitha shenjat kanë mundësi, por më tepër e citoj në lidhje me këto shenja që ju keni pasur probleme më përpara dhe nuk keni pasur mundësinë për t'i rregulluar ose stabilizuar, por momenti do që tani ti keni mundësitë juve t'i zgjidhni një herë e mirë pa asnjë problem. Prandaj është koha juaj, është momenti i hartë në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që vërtet është ekskluzive, vërtet është pozitive, është një diçka që jep mundësi, jep kohë, jep rëndësi në atë që ne duhet bëjmë, që kjo është shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit. Demi, nga njëra anë, mundohet shumë, sepse është korrekt. Është korrekt me atë çka ndodh, është korrekt me atë çka ofron. Por kjo javë është java e përpikshmërisë, e dashurisë dhe dhëmshurisë, që shkojnë bashkë. Është një nga momentet më perfekte, më ideale, mbi ndryshime, mbi takime, mbi mundësi të arta që keni. Dhe është pikërisht ky moment, është momenti që vërtet qartëson gjërat, vërtet arrit atë që kërkohet në një farë mënyre. Kemi një ndikim planetar që na mundson shumë gjëra. Ku guvernatori juaj, Afërdita, që ka ndikuar dhe ndikon jashtëmase, që duke qenë që futet në shenjë ajri, në shenjën e binjakëve, juve ju ndihmon me këndet që bëjnë planetet dhe jeni në kohën më të mirë. Keni pasur një problem dhe i ditë që parë me rrogën. Prisni pak. Qetësi, relax dhe dilni aty ku dëshironi juve. 10 ditë që i dytë ka indikim tjetër që lidhet shumë me padrejtësinë ose pabesinë, merrni si doni, në punë. Jeni shumë të drejtë dhe bëni punën ashtu siç duhet. Por momenti vjen dhe për një arsye juve dilni zbuluar sepse bëni ndere. Dhe ky moment të tjerët e kuptojnë. Qoftë edhe njerëzit që janë me influencë, njerëzit që janë në vend të kyçe. Dhe prap demi ti thot, po, ke të drejtë. Sepse nuk e ka as me hile, nuk e ka as që të bëjnë show, por ka të drejtën. Mundohet shumë për punën që bën. Dhe këtë e ka të drejtën e vet. Në anën tjetër,
janë disa mundësi dhe kohë të artë që kanë të bëjnë në lidhje me ndryshimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë, në lidhje me një nga momentet më të arta. Dhe ka diçka shumë të rëndësishme. Për sa i përket punës aktuale, për sa i përket ndryshimit të madh që do të keni. Të 30 digit të shenjës së demit, nëse do marrim lidhje me, për shembull ju keni për shembull bërë atë çështje aplikimesh. Mund të diskutoj këtë gjë, sepse keni afërditën në binjak të komunikimit tek Mërkuri. Mërkuri me afërditën që jep disa mundësi të arta që duhen shfrytzuar me çdo kusht. Dhe ky është një moment që juve e keni dhe si mundësi. Dhe kjo është matja më e mirë që bëhet përsa përket kësaj jave, sepse keni muajin maj në vazhdimsi dhe kjo është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Mos u shqetësoni për kohën, për ndryshimin dhe momentin e duhur, sepse ka kohën më të mirë të mundshme, nuk e diskutojnë nga dhe ndryshim. Edhe pse periudha që ndodhin në anën tuaj është një nga gjërat më favorite për arsye të ju keni jashtë. Me dashurinë, den të dashur, keni pasur disa problematika të vogla, por këto janë probleme kalimtare, mund ta thosha unë, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Punë e madhe sepse njerëzit flasin, atë punë kanë, do flasin. Por kemi ndikimet favorite, kemi dem Virgjeresh, është favorit. Kemi dem akrep, dem shigjetar. Për problematikat që kanë bëjnë në lidhje me gjërat që kanë në ndikimi më të madh të çështjeve që lidhen me ndikime dhe favorizime të anës tjetër të korrektësisë suaj, edhe pse kemi pasur çështje të nënapezur në një farë mënyre për anën ekonomike, për gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme të jetës suaj. Lidhje me anën e komunikimit, sepse të gjitha shenjat kanë, por këto shenjat që unë përmend janë ato që kemi pasur probleme juve. Këto janë problemet që lidhen dhe zgjidhen një herë mirë me anën ekonomike financiare, zgjidhen me punën me çështjet madhore që keni, por një nga momentet më të arta që ka të bëjnë është ekonomia, është stabilizimi, është ndryshimi dhe marrja e vendimit. Të gjitha shenjat kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në jetën tuaj në përditshmëri. Kemi një gëzim shumë të madh për sa i përket punës dhe karrierës suaj. Por gjithashtu e përgjithshmja një gëzim shumë i madh në familjen tuaj. Përgatituni sepse një lajm shumë i mirë nga mesjava do ta merrni dhe është momenti juaj, është gëzimi juaj më i madh që mund të keni në jetën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuar dhe favorizuar me mjaft ndikime favorite që këto janë të shenjës binjakëve. Përse përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Binjakët duket se në këtë periudhë kanë pasur disa çështje të lëna pezull, sepse disa gjëra nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Mirë po, duhet tani që të rregulloni, stabilizoni, mundësitë të arta që vinë, periudha kur ndodhin fenomenet. Janë 4 gjëra kryesore, sepse duke pasur parasysh afërdita në shenjën tuaj, që jep mundësi, jep kohë dhe si nga ana ekonomike, si nga ana e dashurisë. Kemi Uranin që qëndron 7 vjet të shenjën tuaj. Kjo do të thotë rritje graduale ekonomike, stabilizuese dhe shumë kërkuese. Një nga momentet më të mira që kanë të bëjnë dhe çështjet madhore financiare. Lidhet me financat, lidhet me atë çka jeni dhe me atë çka keni. Dhe shumë gjëra ndikohen, arrihen fal suksesit dhe garancisë suaj. Është një nga momentet më të mira të qenë ndonjëherë. Edhe pse keni pasur probleme të mbartura më përpara për arsyeën tuaj, për gjërat e juaja, por është ky momenti më i mirë i mundshëm ku shumë gjëra ndikohen në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një nga ndikimet më të mëdha që keni pasur ndonjëherë, por kjo nuk do të thotë që janë probleme të mbartura më përpara, por vjen një moment tani që ju keni mundësinë dhe kohën e duhur, 10 ditë që i parë do ketë mundësinë për janë diaspor fitimi i një çështje ligjore.
penale nga persona të tretë që kanë pasur probleme, por e zgjidhin pikërisht tani. Është pikërisht ky moment, dhe është një moment i artë sepse duke pasur parasysh çdo gjë që ndikohet, çdo gjë që arrihet, falë zgjuarësisë të maturisë e keni mundësinë e ndryshimit të madh. 10 ditë që i dytë, i shenjës së binjakëve do ketë ndryshim vendbanimi. Jeni në Itali, do shkoni në Angli. Jeni në Greqi, do shkoni në Itali. E kështu me radhë. Doni të bëni një blerje, për ju keni në Itali një herë, ose ndryshim pune, ose një kohë mjaft e rëndësishme, kjo javë do shikoni të bëjë ndryshime kaq të mëdha thotë Jorgo. Çfarë po ndodh burri dhe si ka mundësi që unë isha mirë e bukur tani, edhe mua anullua kjo, po më doli diçka tjetër që është akoma më mirë që nuk e prisja. Ja pra këto do ndodhin. Kjo është mundësia dhe koha e duhur. Prandaj, juve të kësaj shenje keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet që vijnë dhe momentet e arta që do të keni tani tutje në fusha të ndryshme të jetës. Dhe kjo është një periudhë fitimprurëse, është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, ndryshime, çështje kohe keni tani. Do më kujtoni. Ka të bëjnë shumë me punën aktuale dhe me gjërat më dha. Po të më thoshe këtë javë kush do ishte më ndikuese ose më e madhe, po nuk e diskutoj, janë shenjat e ajrit. Janë shenjat më përfituese sepse kanë një ndikim shumë të madh që kanë një herë Afrodita që shkon në shenjën tuaj. Kemi një Uran që lidhe shumë në çështjet, në fenomene të mëdha që do të ndikoj, dhe nuk e diskutoj mund të jetë shqiptar që të kenë ndikim më të madh në mjekësi, në shkencë, në gjëra të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushat nga më të rëndësishme që mund të keni, dhe është periudha juaj. Është ajo çka keni jetuar, çka e kam jetuar, është një déjà vu që mund të ndikojë jashtëmarrëse në fushën e karrierës dhe të biznesit tuaj. Kemi të bëjmë me një ndikim shumë të madh në fushën e karrierës, sepse shumë probleme keni pasur, shumë gjëra keni të pazgjidhura. Po ja për vjen erdhi momenti, ja pra erdhi koha që juve t'i zgjidhni. Erdhi momenti i duhur, miqtë e mi të dashur, që do të keni mundësinë për zgjidhur çdo gjë të pazgjidhur dhe kohën e artë në vazhdimsi të muajit. Do shikoni sepse muaj ju e keni parë dhe vetë, sepse ka kohë që është online, mund të shikoni dhe data të rëndësishme që do të keni. Kemi gjithashtu në fushën e dashurisë, do bëni pak kujdes. Jo ta që keni, sepse shenjat që unë përmend nga ndonjëherë, përmend ato që janë më imediate ose ato që janë më problematike, që mund t'i zgjidhni me këtë periudhë që na jep mundësi na diktojnë planetet, nuk ndërhyjnë, por diktojnë. Pra do të thotë mundësia që ka të bëjnë tani është binjak shigjetar, binjak virgjeresh, binjak peshk. Kjo është një kohë e përshtatshme që jep në përshtatshmëri, në ndryshime, në vendime dhe në mundësi të arta që keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këto drejtime. Gjithsesi, është periudha juaj, momenti më i artë i ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që nuk e diskutoj, nuk i vend dyshim gjërat dhe kohën e artë, për sa i përket mundësisë, për sa i përket korrektësisë dhe anës sentimentale, pak me probleme, po të zgjidhshme, sepse vjen momenti, vjen koha për t'i arritur qëllimit dhe e drejta juaj do të triumfojë. Që këto janë të shenjës së gaforreve. Gafores. Gaforja ka shumë gjëra në anën e vet, ka shumë gjëra në punë, në ndryshime të mëdha që vjen në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve. 10 ditë që i parë do merret shumë me punën aktuale që ka tani dhe të mbyllin disa çështje nga e kaluara. Janë çështje ligjore, janë çështje shtetërore, tatime, bankat, ku diun gjëra të natyre. E rregullojnë. Është një nga mundësitë më të arta për zhvillime të reja, ndikimet, favorizimet, mundësitë dhe periudha e artë. Periudha e artë na jep një mundësi dhe korrekte nga ajo çka bëhet dhe është stabilizimi. Është ndikimi më i madh që favorizon ekonominë, punën dhe vazhdimsinë. Një nga momentet më të arta, një nga periudhat më decisive, më perfekte të qenë ndonjëherë, është sepse kjo mundësi që vjen tani, ky moment që keni tani, është një moment i artë, është një moment që vërtet juve keni sakrifikuar, jeni lodhur me 1000 gjëra. Ky moment është momenti më i mirë dhe më i artë për jetën tuaj,
për vazhdimsinë tuaj dhe korrektësinë tuaj. Gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet fal suksesit, garancisë, mundësisë, punës dhe ndikimin e madh të jetës suaj. Sepse një nga momentet dhe mundësitë më të arta që keni është ajo lufta e madhe që është bërë ndaj jush. Dhe juve keni qenë në qetësinë tuaj, sepse gjithmonë jeni shumë të qartë dhe kjo vlen shumë për të jo lavdruar, sepse keni të drejtën tuaj për të biseduar me gjëra të mëdha. Juve bisedoni me gjëra që janë shumë të rëndësishme. Dhe gjërat e vogla prisni derisa të dali ajo që juve e drejta triumfon. Dhe ka dalë gjithmonë. Jeni në një kohë, një qetësi përpara stuhisë. Kjo do të thotë që vërtet e keni mundësinë e zgjidhjes së problemit. Edhe pse përpara ju kanë luftuar me jashtëmase, ndash në rol drejtues, ndash në çështje pune, ndash dhe di që treti herë ka pasur gjëra që vërtet shumë problematike, por koha tregoi që juve dilni faqebardh. Një punë e re e keni, të 30 diqet. Keni një udhëtim të rëndësishëm sepse dalin dokumentat. Po, pasaportë prisni ju. Ju jeni një herë në Francë, vendet europiane, Francë, në Angli, Gjermani, ku diun, në raste të tilla. Është momenti dhe koha më e artë e që ndonjëherë tani. Bini pas, mos e lini pas dore. Kurse në dashuri, edhe pse keni pasur disa keq kuptime, keq interpretime, në lidhje me personat e zemrës suaj, siç janë megafore, me peshore, me dash, këto janë shenjat më ndikuese, edhe pse shenjat e tjera ndikohen, por këto janë shenjat që kanë qenë problematike. Vjen momenti i zgjidhjes së këtyre gjërave dhe koha tregon që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe periudha është ajo që i shëron plagët e së kaluarës. Dhe jeni në momentin tuaj më të mirë të mundshëm, bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë mjaft ndikuese, që është rroptuar, është lodhur, është sakrifikuar, ka mbarë mbi supe nga më të ndryshmet dhe ka ditë dhe ja ka dalë suksesit garantuar dhe mundësisë së zgjidhjeve të problemeve, që këta janë luanët. Se përket luanëve, duket se ndikimi që kanë bënë tek luanët janë mjaft ndikues dhe tepër pozitiv në atë që ata kanë bënë. Meqense kjo është mundësia dhe koha e duhur mbi ndryshimet, mbi mundësitë e arta që vinë drejt jush, por megjithatë, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur çështje të pazgjidhura dhe vjen një moment tani. Një moment për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë sepse gjërat që do të ndikohen tani e tutje është një kohë shumë pozitive dhe mjaft ndikuese në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra shumë pozitive. 10 ditë që i parë i shenjës së luanit do ketë dy mundësi të arta. Ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me një ofertë që nuk duhet ta humbisni në asnjë mënyrë, edhe pse, çfarë oferte është më Jorgo? Është një ofertë që ju është bërë para 6 muajve. Në 2025, në muajin nëntor, dhjetor mund të ketë qenë, në fillim të nëntorit mbase bëj gabim. Nëse është kjo, do shikoni dhe juve tani se tani janë puqur kushtet, sepse duhet të përputhen disa gjëra që të realizohet, dhe juve mund ta merrni këtë sepse është në dorën tuaj, atëherë e kërkonit me çdo kusht, e kërkonit me qiri. Dhe të tretët, të zgjuarit them unë gjithmonë nga ndonjëherë se elbete, kur nuk e arrin dot dhe ja kërkojnë pastaj thonë, jo po nuk ke kjo, jo po kishim një problem, jo po. E ngelim nëse mbase po sikur, juve nuk i merrni përsi për këto gjëra, sepse doni një diçka që ketë bazë, diçka tjetër, diçka e prekshme, jo diçka në ajër. Edhe pse jemi në shenjat e ajrit, se shenjat e ajrit kanë më shumë ndikim në lidhje sepse kemi një afërdit që kemi në shenjën e binjakëve, kemi një uran në shenjën e binjakëve, kemi një ndikim shumë të madh sepse lidhet edhe me këndet planetare që bëjnë në anën tjetër, i javë me shumë aktivitete të ndryshme në fushën e biznesit të karrierës tonë. Por gjithashtu, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin
e punës tonë, mbi punën, mbi ndryshimet të mëdha që të keni rol drejtues. Dhjetëdiqi i dytë dhe dhjetëdiqi i tretë, njëherë sidomos i treti, ka një mundësi në udhëtime, disa bisedime shumë të rëndësishme që do të bëjnë, edhe pse me vështërsi, ka një diçka të tillë, sepse mundohen shumë për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur disa gjëra që i kanë zgjidhur akoma për një mundësi apo për tjetër, sepse mërziten arsyeja që kanë ata për anën dhe pozicionimin e planeteve, por unë ju them që kjo periudhë është mjaft e mirë, është tepër pozitive, stabilizuese, me zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush, dhe ka diçka shumë të madhe në anën e shpirtit tuaj, në atë gjëra që juve doni të bëni. Është një nga momentet më të arta, dhjetëdiqi i tretë, sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me disa dokumenta që më përpara ishte pamundur që të kishit këto gjëra, por është koha. Është momenti i artë i ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal garancisë, fal mundësisë dhe kohës përshtatshme në anën tuaj. Gjithashtu është një nga ndryshimet më të mëdha që do të keni, sepse është tani periudha, është tani momenti i duhur për zgjidhur çështjet e pazgjidhshme dhe gjithmonë është e rëndësishme ana ekonomike. Gjithmonë juve keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme. Ekonomia, stabilizimi i gjërave të mëdha financiare, me financat juve keni mundësinë, keni diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Prandaj bini pas, mos e vini pas dore, sepse juve mund thoni shumë gjëra në një kohë, por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë dhe kjo periudhë është periudha juaj për të zhvilluar në anën ekonomike, për t'ja arritur qëllimit tuaj, sepse keni shumë plane, keni plane afatgjat, keni plane që i zgjidhni çështje problematike, zgjidhni momentin e duhur në kohën e duhur për gjithçka juve ju intereson. Një moment që është momenti më i mirë dhe më korrekt me atë çka doni të bëni. Të tretët nuk e marrin përballë këto gjëra. Të tretët mund të flasin çfarë do dojë barë zemrës tyre. Ju keni të drejtën tuaj, keni mënyrën e mundësinë tuaj se si gjërat vijnë, se si gjërat juve i rregulloni, i stabilizoni. Prandaj bini pas, miqtë mi të dashur, sepse i keni gjitha mundësitë në fushën e karrierës për të stabilizuar një herë e mirë gjërat që juve ju interesojnë, gjërat që juve dëshironi, gjërat që juve keni për të arritur qëllimit. Për sa i përket dashurisë së munguar, ose keni pasur një lidhje në ndarë. Kjo lidhet shumë me shenjat siç janë, shenjat e binjakëve. Një shenjë ajri me një shenjë zjarri është më fantastike xhanën, po keni pasur debate para disa kohëve, por e keni kuptuar gabimin edhe tani vjen momenti i zgjidhjes së kësaj çështje. Kemi me akrep të dhjetëdiqit parë. Është mundësia dhe momenti i duhur mbi shumë gjëra që do të diktojnë dhe do të ndikojnë. Kurse kemi edhe një diçka tjetër që është me dash të dhjetëdiqit të parë, ku çdo mundësi, çdo kohë, çdo gjë që juve keni është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave të juaja, sepse është një kohë që është një kohë përcaktuese, një kohë që respekton të ndikimet të mëdha që do të vinë drejt jush, por juve nuk fluturoni kollaj. Juve keni besoni, kontrolloni, realizoni, pastaj filloni. Sepse gjërat e tjera, çdo gjë që juve dini ku do të shkoni, jeni me këmbë në tokë dhe kjo ju bën që të jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me gjërat që do të keni tani e tutje. Prandaj është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për sa i përket dashurisë tuaj dhe nuk diskutohet nëse jeni në pritje për një bashkim familjar, por ju që jeni në Francë për shembull, ose dokumentacione, keni të bëni me ujor të dhjetëdiqit parë. Nëse është e mundur ta shikoni një, se është një periudhë mjaft e mirë, nuk do të thonë diçka problematike, por gjithsesi kjo periudhë është periudha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në jetën tuaj dhe në gjërat të mëdha që do të keni mbi stabilizimin dhe çështjet më madhore që do të keni dhe më të respektuarat në atë çka bëni në jetën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet është në dyshje, do ta thosha unë, për arsye të punës dhe të karrierës, dhe një problem shumë i madh ligjor që ka pasur dhe është drejt mbylljes, pushim çështje. 1. Ndikime, favorizime dhe probleme të mëdha që do të keni. 2. Që kjo do të thotë shenja e virgjëreshës.
Virgjeresha duket se tani në këtë periudhë kanë gurin dhe arën dorë, që në vendin për ta thyer. Po çfarë do të bëjnë? 10 ditë që parë, puna, stabilizimi, karriera, një ofertë që mund ta merrni. E punë e madhe, mund ta merrni dhe keni dhe momentin tuaj, sepse keni kohën dhe ndryshimin e madh që vjen tek juve. Por sa jeni gati të përgjigjeni kërkesave, mundësive që vinë, po, është e mundur, është ajo çka kam, çka dua dhe e realizoj. Realizime, stabilizime, mundësi, karriere dhe ndryshime. Është një kohë mjaft ndikuese, rrezatuese në ato që bëhet, dhe pikërisht ky moment është momenti juaj, është momenti i artë. I artë mbi çdo kënd që bëjmë planetet, çdo mundësi që t'jepet në fushën tuaj dhe në vendimet që keni, por dhe momenti i artë që lidhet me ato çka jeni ju, edhe ku do një të shkoni, nuk e diskutojnë këtë vendryshim, sepse ka dhe diçka të madhe. Është kjo ekonomia, stabilizimi, është periudha kur ndodhin fenomenet. Një nga mundësit, ose mund të keni pasur një problem, supozoj unë, një problem madh. Çfarë mund të bëhet me anën ekonomike financiare dhe pse nuk vijnë gjërat siç i thotë në juve? Jo, kjo nuk lidhet shumë me këtë, sesa disa persona në fushën e biznesit mund të kenë ndërhyrë. Kjo është ndërhyrje, nuk mund të themi ndërhyrje brutale për arsye të gjërave, por e keni kuptuar. Momenti që keni tani është ndikimi më i madh që mund të keni ndonjëherë. Dhe çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet, sepse keni mundësinë, keni kohën, keni dhe ndryshimin. Dhe gjithashtu është mundësia më e mirë e artë që ndonjëherë mbi takimet, bisedime që do të bëni. Prandaj bini pas mos e rini pas dore. Prandaj keni atë mundësi, atë kohë që juve lidheni me ekonominë, lidheni me vazhdimsinë dhe periudha që ndodhin fenomenet, dhe është diçka shumë e madhe për sa i përket virgjëreshës të 30 ditësht. Në fushën e karrierës së tyre do bëjnë karrierë tani tutje, sepse ndikimet planetare, mundësitë që jepen tani tutje, është një kohë shumë e rëndësishme. Jeni koherent me ato çfarë ndodh, jeni koherent me ato çka është një, sepse pak a shumë juve jeni dhe mbeteni shenja më me ndikim të zodiakut në fushën e karrierës, sepse duke pasur parasysh Mërkurin, Mërkuri është komunikimi, është baza, është dhe ndryshimi në lidhje me dokumentacione jashtë shtetit, lidhje me një çështje ligjore, siç e thash në fillim për juve të kësaj shenje, sepse e zgjidhni këtë problem, e drejta triumfon. Kurse në dashuri keni mundësinë më të artë, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 ditësh parë, me binjakët e 10 ditësh të tretë, me binjakët e 10 ditësh të tretë, ka diçka shumë të madhe. Bini pas, mbylleni një herë mirë, sepse ka për t'ia vlerëtur në anën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft vendimtare dhe shumë ideale në punë, në karrierë dhe dashamirësi, kripa dhe piperi, që unë them nga hera që është peshorja. Peshorja ka një mundësi të artë të thosha unë, në lidhje me takime, në lidhje me bisedime. Janë bisedime shumë të rëndësishme, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Është një nga momentet më të arta, një diçka shumë e madhe, sepse lidhet me takime pune, lidhet me biznes, lidhet dhe me një takim mjaft të rëndësishëm, sidomos në 10 ditë që parë. 10 ditë që dytë do të ketë mundësinë e veprimeve, ndryshimeve të mëdha në fushën e udhëtimeve dhe pasurit paluajtshme. Do të zgjidhë një problem që ka të bëjë me jashtë, një çështje ligjore, që është një kohë shumë e përshtatshme mbi gjëra që ndodhin, mbi çështjet që keni. Por nuk është çudi që një moment që vjen tani, që juve keni të kësaj shenje, duket se vërtet është periudha dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet e mëdha që vinë drejt juve në anën tuaj dhe të periudhave ku ndodhin fenomenet. Prandaj mos u shqetësoni fare për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit të madh që do vinë tani e tutje për juve të kësaj shenje. Për të 30 ditët keni mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillime, për ndryshime, dhe një nga momentet më të mëdha që keni, do ta shikoni dhe vetë do më kujtoni, për arsye të ekonomisë dhe të vazhdimësisë në lidhje me çështjet e punës suaj, por me qenë pasuri e paluajtshme të 30 ditësh që kanë një mundësi tani për ta realizuar një gjë të tillë, sepse
personat të tretë që do të ndihmojnë në këtë aspekt, ju keni në diasporë një ndihmë shumë e madhe për marrjen e një shtëpie. Me kredit do jetë kjo. Me që vjen individ pastaj do fenomenet ku ça prisni ju, por është momenti dhe koha, është java e madhe e gjërave të mëdha që ju përkasin dhe e keni dhe mundësinë dhe kohën tuaj. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse gjithçka realizohet, një ëndër bëhet realitet. Bëhet realitet për arsyeën tuaj, për punën tuaj, për gjërat që do të keni tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, pra për të gëzuar në çdo drejtim të jetës suaj dhe momenteve që vijnë. Koha tregon gjithashtu, sepse kemi shumë gjëra në një kohë, shumë gjëra që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshimin, lidhen me vendimet që arrini të veproni, të vendosni në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë, që keni pasur një problem, përsupozojmë një problem keni pasur me dashtë të 10 vjeçit parë. Juve peshorët për shembull të 10 vjeçit të dytë kanë pasur një çështje me ujorin, por e kanë zgjidhur, sepse pse e kanë zgjidhur? E kanë zgjidhur me njëri tjetrin, sepse janë të një shenje, pra shenja e ajrit, në grupin e shenjave të ajrit, dhe kanë mundësinë dhe momentin e duhur për gjërat që do të bëjnë dhe kohën e artë që ata kanë. Por gjithashtu është dhe një moment tjetër, sepse ndikimi ujorit, peshore ujor dhe bashkim familjar që është megafore të 10 vjeçit të tretë, kur është pikërisht kjo periudhë është periudha e gëzimit të madh dhe është periudha e vazhdimësisë dhe e projekteve të mëdha që juve keni si peshore, sepse në çdo gjë mund të ndodhë, çdo gjë mund të arrijë, sepse e keni mundësinë dhe jeni me shumë fat në këtë drejtim, bini pas, mos e lini pas dore. Në përgjithësi të peshorët kanë anën më të artë të qenë ndonjëherë. Prandaj bini pas çdo gjë, mos e lini në mëshirë të fatit, sepse një gëzim shumë i madh familjar, një shtatzanie mundshme, një pasardhës është periudhë të peshorës gjithashtu, sepse keni të bëni dhe me binjak, keni të bëni në këtë drejtim edhe me britësjap të 10 vjeçit të tretë, ku keni pasur probleme. Pra neve sjellim çështjet me probleme që keni pasur, sepse mund të dëgjoni që mund të themi dhe shenjat e tjera mund të ndikojnë, por këto janë më problematike që mund t'i zgjidhni pikërisht tani në këtë periudhë, sepse është periudha dhe koha më e mirë e që ndonjëherë në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë mjaft e rëndësishme për nga çështja e karrierës, shumë e rëndësishme për nga roli drejtues, që këta janë akripët. Përsa përket akrepëve, akrepët duket se tani në këtë periudhë janë mjaft të ndikuar, role drejtuese. Dhe jo vetëm urimi është shumë pak të thoret për juve, sepse akrepët kanë bërë shumë, por s'kan marrë atë që u takon. Mundohen shumë mbi gjëra të reja, se kanë pasur mundësinë ose s'kan pasur atë që kërkojnë. Por vjen një moment tani, vjen një moment i artë, një moment ndryshues, ndikues, veprues, dhe jeni në një anë mjaft të mirë, sepse me kalimin e kohës edhe disa gjërave të tjera që do t'i keni tani tutje ju, edhe pse me vështërsi t'janë bërë gjërat, sepse akrepët janë dëmshuria, dashuria. Akrepët janë në njëra anë bëjnë der për sa përmendin asnjëherë, në një çështje që mund të ketë në lidhje me rolin drejtues, nuk prishin kurrë, nuk prishen me punëdhënësin, me atë që është duke punuar, ose me njerëz të ndryshëm që kanë role të ndryshme në punën e tyre, por janë gjithmonë në zgjidhje të problemit. Kërkojnë zgjidhje në çdo lloj problemi, jo ta anashkalojnë. Dhe një nga mundësitë më të arta që ka tani tutje është e koha mjaft ndikuese, stabilizuese dhe konkrete në atë që bëhet, sepse po ta marrim domethënë të mirëqenë se si ndodhin gjërat ose koha e ndryshme që nuk e diskutojnë, nuk e vën dyshim për arsye të gjërave të mëdha që kanë të bëjnë, por është momenti, është një periudhë mjaft ndikuese dhe një moment që juve keni, për shembull, supozojmë në lidhje me një takim. Ky takim mund të bëhet nga dreka e së mërkurës, sepse ka një çështje të lënë pezull në fushën e karrierës, sepse ky takim që do bëhet ka të bëjë me një pasuri të paluajtshme, sepse doni ta shisni, të bëni një blerje të madhe për arsye në tuaj, sepse jeni në pritje për bërë ndryshimin e madh dhe këtë e keni si mundësi, është e mundur të ndodhi. Keni një diçka shumë të rëndësishme për sa i përket udhëtimit, një dokument që keni pasur një problem jashtë Shqipërisë.
si ta zgjidhni këtë problem? Te ka diçi i dytë e i treti. Këtë e keni mundësinë sepse e drejta do triumfoj dhe e keni këtë në lidhje me personin e ligjit, ku do t'ju ndihmojnë jashtëmase për ta zgjidhur një gjë të tillë. E gjithë historia dhe koha, mundësitë janë të mëdha për të përfituar, për t'ja arritur qëllimit. Është koha dhe mundësia për gjëra të mëdha që do të keni në fushën e ndryshimeve të mëdha të ekonomisë, të stabilizimit dhe të punës suaj aktuale. Jeni në kohën më të mirë të mundshme, bini pas mos e dini pas dore miqtë mi të dashur të shenjës së akrepit për punën të 30 diqet, sepse do keni mundësinë për një ngritje në detyrë, por mos merrni përsipër gjëra që të tjerët e kanë problemin dhe juve e trashëgoni atë problem që kanë pasur të tjerët dhe këtu futeni tek drejtimi. Për shembull, do thot dikush që do shkon filan në institucion, sepse atje është bën probleme nga më të mëdha ka shumë gjëra, e duhet ma drejtoni. Vërtet juve mund të merrni pasurinë se çfarë ka ndodhur atje. Pra, problemin të mbartura. Mos e pranoni këtë gjë, por mund t'ja thështoni, mund t'ja thoni, mund t'ja tregoni për problemin që është për ne mos bini pre e disa gjëra që do ndodhin. Se nuk e diskutojmë miqtë mi të dashur, do shikoni edhe vetë juve, jo se thot Jorgo, po janë ndikime planetare, janë ato që na diktojnë e neve duhet jemi korrekt me këto gjëra. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Në dashuri, lidhjet që kanë bën me dëm të diçit të parë, me ujor të diçit të tretë, me virgjëresht të diçit të dytë, është koha dhe momenti më i artë i ndonjëherë, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet ndikime dhe në çështjet e reputacionit që ka të bëjnë mundësia që do t'ju jepet periudha kur do ndodhin fenomenet, sepse kjo periudhë është aja dhe zheja. Ky moment është juaji mbi solidarizimin e punës, të karrierës dhe të roleve drejtuese që keni ose mënyra dhe mundësia që juve keni në anën tuaj, për shembull për pozicionimin e planeteve, që këta janë të shenjës së shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë janë mjaft të ndikuar edhe pse jo se nuk shfaqen, jo se nuk dinë se çfarë bëjnë, por dinë shumë, por kanë pasur disa çështje të pazgjidhura në fushën e ekonomisë. Çështjet me shtetin, tatimet, bankat, gjërat e natyre. 10 ditë që parë do merret shumë me mbylljen e së shkuarës. Dhe është një hap të shkuarës dhe një hap të ardhmes. Do t'i jep një peshë të ardhmes. E shkuara është drejt mbylljes. Një periudhë mjaft perfekte. Juve që jeni në diasporë, të 10 ditë dytë, keni një mundësi të artë mbi zhvillimet shumë të rëndësishme. Po. Një kohë që përcakton marrjen e vendimeve të rëndësishme. Jeni përcaktues, jeni drejt përse drejtin atë çka doni të bëni. Momenti, periudha që ndodhin fenomenet, do shikoni se do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe këtu. Nëse e marrim të mirëqenë se çfarë duam të bëjmë, ku duhet të shkojmë, nuk dhe diskutojmë, sepse diskutimet ose ndryshimet që bëhen për shembull në çështjet e punës, sepse punën e ka shumë gjëra që ndodhin, është një moment mjaft i mirë tani. Të 30 diqet, edhe pse janë me probleme, mundohen shumë të zgjidhin çështje problematike, të zgjidhin gjëra që për momentin janë të pasgjidhshme, edhe kjo periudhë është një periudhë që vërtet tani për tani shquhet shumë për arsye të ekonomisë, për arsye të vazhdimësisë dhe të gjërave të mëdha që do të keni tani e tutje, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse ka për të gëzuar juve që jeni në diasporë për shembull, njerëzit që ka të bëjnë me Greqinë, Italinë, vendet nordike, Franca, Anglia, në lidhje me dokumentacionet, me daljen e ligji shumë të rëndësishëm, do të shikoni edhe vetë, sepse është periudha e tillë që ndodhin këto fenomene, jo se duan ata ta bëjnë, jo se nuk do i barku themun për gjëra që kanë pasur edhe shumë çështje të tjera të pasgjidhura. Është një moment tani, është një moment shumë pozitiv dhe ideal për gjërat e juaja të drejtën tuaj, e drejta në dokumentacione, e drejta në pasuritë paluajtshme, e drejta në lidhje me punën, sepse një heqje pa drejt nga puna ka ndodhur. Mirë po, sa mund të ishte koha dhe momenti që ndodhin këto fenomene,
nuk e diskutojmë që ka pasur shumë ndryshime në një farë mënyre për arsye të tjera, por unë them që është një periudhë tani, është një periudhë shumë e mirë për të parë këto gjëra në dritë diellit. Jo, nuk ka nevojë për lupë, nuk ka nevojë që të gjërat të vinë ndryshe nga ç'janë. Por është momenti. Është ajo periudhë ku gjërat kanë qenë në vështirësi, nuk keni pasur mundësinë të zgjidhni, por shkoa tani, jo të zgjidhni, por të shikoni në detaje gjëra të mëdha. Fantastike. Periudha që ndodhin fenomene të tilla, një nga momentet më të arta, një nga koha dhe përshtatshmëria juaj që ve keni është pikërisht tani me ndryshimet dhe vendimet që merren. Një nga mundësitë të arta që keni ose kohën e duhur mbi çështjet që zgjidhen ose kohën që ve keni, përcaktimi, me pak fjalë, pra se keni një anën tuaj, dhe kjo ndodh me vazhdimsinë dhe jeni koherent me jetën tuaj në anën e punës, lidhje me karrierën tuaj, lidhje me atë çka jeni, atë çka keni. Prandaj nuk është mundësia problematike ose keni disa gjëra që nuk ndodhin, disa gjëra që juve keni pasur më përpara. Por është pikërisht kjo mundësi, është mundësia e artë mbi zhvillimet, mbi ndryshimet dhe koherent me atë çka jeni, me atë çka keni të bëni. Sepse shumë gjëra fliten. Shumë gjëra dalin mbi sipërfaqe për gjëra që thoret, jo po kjo, jo po ajo, jo po duhet kështu, duhet ashtu. Pse të mërziten e juve? Kur e keni mundësinë që t'i thoni po të së vërtetës, t'i thoni po asaj çka është. Dhe gjitha gjërat që ndodhin pastaj, gjitha gjërat që keni, gjitha gjërat që juve i arrini qëllimit tuaj, është një mundësi shumë e mirë tani. Dhe kjo është mundësia dhe periudha që ndodhin fenomenet në anën tuaj dhe një nga momentet më të arta që vinë drejt jush. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Dikimin e dashurisë, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e 10 diçit të parë, me peshk të 10 diçit të tretë, është një mundësi shumë e mirë, por me virgjëresht të 10 diçit të dytë ka diçka shumë të madhe, ku në bazë të pozicionimit të planeteve, të mundësive dhe të kohës së ardhshme që keni, është një nga momentet më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë tani atutje. Keni diçka shumë të madhe sepse favorizimi dhe konkretizimi i një njohje, lidhje që do të keni është momenti tani. Sidomos edhe shigjetar me shigjetar të 10 diçit të dytë përgatituni sepse keni shumë gjëra për të arritur qëllimin tuaj, për të arritur gjërave të mëdha që do të keni dhe dashurisë së munguar, sepse është një nga mundësitë dhe momentet më të arta të qenë ndonjëherë mbi ndryshimet që do vinë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë mjaft ndryshe nga shenjat e tjera, me zgjuarsi dhe maturi arrin në finish. Koha dhe momenti, periudha që do ndodhin fenomenet, një nga momentet më të arta që keni. Dhe kjo periudhë është e juaja me mundësit, me kohën e duhur që do të keni, që këto janë të shenjës së britsave. Britsat të dashur, keni mundësin, keni dhe kohën e artë për të bërë ndryshimin e duhur. Po çfarë do bëni ju? Ju keni shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sepse është kjo periudhë mjaft e mirë tani për tani. Meqense se keni pasur gjëra të pazgjidhshme, keni pasur çështje në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme, sepse koha, puna, karriera, marrja vendimesh të rëndësishme janë gjitha gjëra që përputhen me atë çka jeni dhe atë çka keni. Por mundohuni që t'jeni korrekt me punën tuaj, t'jeni korrekt me atë çka juve pretendoni dhe dëshironi, sepse është një moment tani, është një moment i artë dhe kjo do të thotë marrje e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, një nga mundësitë që do të keni mundësitë e arta që vijnë drejt jush, por megjithatë kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, në lidhje me ndryshimet të mëdha që keni tani dhe kjo do të thotë që është koha mjaft e mirë dhe ndryshimet që do të keni tani e tutje. Por mos harroni sepse kjo periudhë është periudha që do të keni mundësinë, do të keni momentin e duhur për të zgjidhur disa probleme që keni pasur miqtë e mi të kësaj shenje. Britsapët janë shumë të qetë në atë çka bëjnë, dinë se ku do të shkojnë, por të tretët nuk i lënë rehat, them unë. Ju e keni parë, e keni vojtur vetë dhe e dini se si gjërat kanë shkuar ose doni që të rregulloni gjërat, por
tani në këtë periudhë është periudha e artë e ndryshimeve të mëdha që keni të bëni mes asaj që është e ndryshuar, mes asaj që juve keni në anën tuaj. Një moment mjaft i artë, një periudhë financiare që do të keni zgjidhje në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në gjëra të mëdha që do të bëni. Por megjithatë, mundohuni që çdo gjë ta bëni ashtu siç juve dëshironi dhe dini mirë ta bëni, sepse do t'ju duhet. Për juve që jeni në diasporë për shembull, juve që jeni në Spanjë, juve që jeni në Francë, juve që jeni në Portogali. Po mirë, ç'lidhje kanë këto shtete, nuk pasa pse Greqia jo, edhe këto vendet ballkanike apo do shkan në Portogali. Gjëra që ndodhin në shenjat e tokës, mënyra si i bëni gjërat juve, është konkretizimi i çështjeve, po juve jetë më shumë në këto vende. Dhe vetëm do një dike. Por megjithatë, çdo gjë që shkon mirë, çdo gjë që është e mbarë për gjërat që bëni, gjërat që keni në lidhje me takime dhe bisedime që do të bëni, është një moment mjaft i artë tani e tutje. Në çështjet që lidhet me bashkim familjar 10-3. 10-3 do ketë një mundësi të artë, sepse do të bëjnë ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me mundësinë, ka të bëjnë dhe me karrierën në marrje vendimesh. Dhe një nga momentet më të arta që keni tani ka të bëjnë me dash është jeta vet, me dash dhe me akrep. Bini pas sepse është e juaja dhe ju përket juve. Bashkim familjar është megafore. Sa do që të grinden juve, po janë grindje dashurie, këtë nuk e diskutoj unë, sepse ka të bëjnë shumë me gjëra të mira dhe çështjet financiare që tani për tani është koha juaj dhe momenti më i mirë për të rishqyrtuar gjëra të mëdha në jetën tuaj në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe përfituese e kësaj jave që janë ujorët. Ujorët të dashur jeni përfituar sepse keni dy aspekte planetare shumë të rëndësishme. E para është që në datë 24, me ndikimin më të madh, Afrodita në shenjë ajri, në binjak. Një ndikim shumë i mirë gjithashtu sepse lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin. Siç e thash në fillim të emisionit që përshtatshmëria shumë e madhe në lidhje me këto tre shenja, të shenjat e ajrit. Dhe Urani që do qëndroj deri në 2032-shin, 2033-shin, në fillim të 2033-shit, që ka të bëjë shumë me shenjën e binjakëve. Që do kemi ndryshime rrënjësore në themel. Për disa mund të jetë idealja, për disa mund të jetë perfektja dhe koha e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme në anën më të mirë të mundshme, dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë. Është ana dhe pozicionimi i planeteve mjaft i rëndësishëm. Dhe kjo ka një rëndësi më vete, për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që vijnë dhe koha është ajo që ndihmon dhe stabilizon në këto drejtime për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Pra, është momenti, është dhe koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave që do të keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj nuk ka vend që të mërziteni përse dhe se qysh se ku. Ujorët janë mjaft të ndikuar, janë shumë pozitiv në punën e tyre. Dhjetëdiçi i parë është mjaft i dhënë, dhjetëdiçi i dytë ka një kuptim shumë të madh në lidhje me anën e biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin dhe kjo i bën ata që të jenë mjaft pozitiv në anën e tyre, por disa gjëra janë shumë të ndikuara dhe mjaft pozitive për sa i përket punës së tyre, për sa i përket gjërave që ata kanë. Nuk ka vend për të shqetësuar miqtë e mi të shenjës së ujorit për arsye të karrierës suaj, sepse lidhet shumë me karrierën dhe me gjërat aktuale që juve keni, sepse është një nga mundësitë më të mira tani tutje, ku çdo gjë shikohet, rregullohet, stabilizohet, jeni në momentin tuaj në mënyra më e mirë e mundshme në momentet e duhura për zhvillime, ndryshime të mëdha ekonomike, financiare, një nga mundësitë më të arta se keni tani juve, keni gjërat në vijë për ndryshime, për takime, për bisedime të rëndësishme. Kjo periudhë është e juaja për sa i përket gjërave, sepse një nga ndikimet më të mëdha që keni ekonomi,
keni vendime të rëndësishme që merrni tani tutje për sa i përket punës suaj, për sa i përket gjërave të rëndësishme që keni dhe momenti më i artë që keni dhe koha më e mirë për stabilizim që është pikërisht kjo mesjava e tutje ku i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet nga më problematike janë më të arta për juve të kësaj shenje. Prandaj bini pas, mos mi lini pas dore. Ujor të dashur, keni edhe një mundësi shumë të artë në fushën e dokumentacioneve, lidhet shumë me dokumentet paraprake, bizneset të reja që do bëni. Po. Nga tani edhe deri në fundi shtatorit, unë ju shikoj juve nuk do keni kohë me ngrënë buke, jo më të bëni gjëra të tjera, por kjo është një gëzim shumë i madh për juve. E prisni miqtë të dashur. Keni vuajtur shumë për sa përket këtyre gjërave dhe ja pra erdhi momenti që juve ta stabilizoni dhe të dilni mjaft pozitiv në atë çka juve ëndërroni dhe kjo ëndër të bëhet realitet. Pse jo? Sepse nuk i bini mqaf njeriu, veten tuaj, lodhjen tuaj shpërblehet. Pra është momenti dhe koha e duhur për gjithçka juve kërkoni. Në çështjet që lidhen me dashurinë, ka diçka që nga njëra anë nuk është puna se ju testojnë ose testoni, po nuk keni gjetur atë që doni, atë që juve prisni, atë që juve adhuroni me shpirtin tuaj. Por një moment unë mund ta them që ta them me bindje plot këtë, që ndryshe mund të mendohet, ndryshe mund të gjykohet, por nga ana tjetër është mundësia juaj. Është ajo çka kam, ajo çka dua dhe realizoj. Dhe nuk është përvetësimi, se duam sepse këto më pëlqen, këto s'pëlqen ose kjo bëhet, kjo s'bëhet. Por bën gjitha që shkeme të, por është një nga momentet më të arta. Periudha që ndodhin fenomenet. Dhe kjo është një gjë që vërtet realizohet, vërtet arrihet atje ku duhet, dhe mundësit janë pikërisht tani në këtë periudhë. Dhe është periudha më mirë e mundshme, e arta. Pra në këtë drejtim e keni mundësinë, e zgjidhni siç juve dëshironi. Prandaj mos i lini pas dore gjërat, por bini pas, t'i arrisni qëllimin tuaj dhe të bëni atë që juve kërkon, atë që duhet që e bëni më mirë. Dhe është ky moment, është kjo periudhë. Pra kjo periudhë ku për juve është jeta, për juve është ajo, është momenti më i mirë i mundshëm e i artë në jetën tuaj, në përditshmëri. Dhe kështu që çdo gjë është e mbar, çdo gjë arrihet. Fal suksesit, fal garancisë suaj dhe jetës suaj në vazhdimsi. Prandaj bini pas, mos falini pas dore. Por nëse do flasim dhe në dashuri e munguar, për shembull, me Luan, me Akrep dhe me Dem e keni mundësinë, bashkën familjar për ju e keni në diaspor, ka të bëjnë shumë me shigjetar dhe me binjak të ditë që të parë. Por kjo bëhet në fakt përgjithësi për gjërat që janë shumë pozitive dhe shumë reale për jetën tuaj në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet kanë mundësinë dhe reputacionin e tyre në ngritjen e detyrë, por njëkohësisht disa para në formë shansi dhe mjaft pozitiv në vazhdimsi, që do të thotë në ndikimet e punës, po dhe të karrierës. Karriera sidomos ju jep fat, shans dhe gjëra të mëdha në jetën tuaj dhe në rolet drejtuese, që këto janë të shenjës së peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është ndikuese në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendime të mëdha që do të merrni. Kemi një mundësi, kemi një kohë shumë të rëndësishme për sa përket peshqeve, sepse peshqit edhe pse kanë pasur çështje problematike, do lidhet në një farë mënyre, por është një moment tani, është një moment mjaft i artë në vendime që mund të merren ose në kohën e duhur për çështje të rëndësishme. Çështjet e rëndësishme lidhet me ekonominë, lidhet me karrierën dhe një nga momentet më të arta që keni tani tutje, duket se ndryshimi që ka të bëjë tani, janë disa ndryshime shumë të mëdha për juve të shenjës së peshqeve, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me një takim mjaft të mirë. Mos e neglizhoni, sepse ka një mijë arsye ana ekonomike financiare, ka shumë arsye për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme që merren nga një periudhë shumë sado delikate, por shumë ndikuese në jetën tuaj dhe në përditshmërinë. Duke pasur parasysh sepse ka të bëjë shumë nga mesjava, nga data 1 maj, për shembull, që kemi hënën e plotë në Akrep, në shenjë uji, juve ju përket kjo në hënën e luleve, por nga njëherë gëzimi
dhe mundësia dhe koha e duhur që neve kemi, duhet të bëjmë diçka të madhe, e bëjmë, e realizojmë, edhe ku duhem ne, jo ku duhen të tjerët. Juve me qëse jeni paka shumë të ndikuar në këtë aspekt, jeni lodhur shumë dhe kërkoni tani qetësinë. Qetësinë që e merrni dhe diçka të tillë, dhe është një kohë shumë e përshtatshme mbi ndryshimet të mëdha që do të vinë drejt jush, dhe ka është një mundësi shumë e mirë tani me takime pune lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni, por gjithashtu është edhe koha mbi atë që do të zhvillohet ekonomia, do të zhvillohet stabilizimi, standardet që keni, se kjo është ajo që është më e sigurta për jetën tuaj në përditshmëri, për gjërat që do të bëni dhe kohën e duhur për anën e financave, sepse këtu e keni pasur pak atë debatin se problemi që mund keni pasur në një farë kohe, por unë do t'ju thosha në anën tjetër se jeni në anën më të mirë dhe pozicionimi i planeteve juve ju ndihmon, ju jep mundësi, ju jep kohë, ju jep shpresë për jetën në përditësinë tuaj, dhe një diçka shumë e rëndësishme është ajo e ekonomisë, është ajo e dashurisë. Në lidhje me dashurinë duket se peshqit kanë një njohje, një bashkim familjar, do ta thosha me virgjëresh, por kjo mbetën për tu parë. Një kujdes të veçantë do të bëni me shenjën e demit, edhe pse rrifeni mes pazarit ju, po demi nga njëra anë është nevrik, shumë nevrik, apo nevrike, por është shumë pozitive në lidhje me punën dhe me ndryshimet e mëdha që vijnë. Por duke pasur parasysh, duke diskutojnë, nuk e vën dyshimun, sepse demi ka këtë që vërtet unë rrezikoj për të fituar nganjëherë. Pastaj jep mundësinë tjetër. Në anën tjetër që thotë që jo, në fakt nuk e kam unë sepse unë isha gati, përgatitur. Po ti çfarë bëre për mua thot. Tani ja të gjëra që to ndodhin, nuk është puna se mund të jemi ndryshe nga ç'e mendojmë, por gjithsesi juve si peshk që jeni, intuitiv që jeni, e jini mënyrën, taktin, ju e dini shumë mirë se si funksionon dhe mund të jeni bashkë për jetë dhe të bëni një familje të shkëlqyer. Ka shumë njerëz që më marrin dhe më thonë që peshk dem të tretët mund thonë nuk shkojnë, po shkojnë gjithçka me të, dhe me shehet e zjarrit që kanë me shiketarët apo me gjëra të tjera, kanë ndikime shumë të mira të pozitive. Në lidhje me një ndarje ose një problem që kanë pasur kanë qenë megafore, por kjo duket se rregullohet tani në kohë rregullimit dhe stabilizimit të gjërave të mëdha që ndikojnë në jetën tuaj. Kto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme nga data 27 deri më datën 3 maj 2026. Mos harroni, sepse kjo periudhë është periudha e artë me germa të arta në punë, në karrierë dhe në pasuri të paluajtshme. Shikojeni dhe të kujtoni. Para se të ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikrim të detajuar, nëse dëshironi dhe të flasim në detaje për muajin, maj ose diçka tjetër në privat, është kjo faqja këtu. Astrologu.al. Atje, duke sjellë paketën tuaj, pastaj dërgojeni emailin në sekretari dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh çdo të mërkurë në pyetje përgjigje, që jemi drejt për së drejti, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigjen. Nga unë Rëpulla, mbarsi, shtëpi e bukuri, gazë e lumturi, pasin familjet tuaja. Gjithë mirat.